ata na nisin çdo paradito dreko në ora 10 në orën 1 çdo ditë nga e hëna në të premte në Vizion Plus. Me mes drekën e tyre na i rrezatojnë, na bëjnë më të bukur dhe është i vetmi emision format që unë shkoj me shumë qejf sa herë ju kam marrë 3 herë po. 4 herë po. 4 herë me qefin më të madh tek darka e punës në i gotë vere sipër bëm në i premtim që ne të ishim të gjithë në një tavolinë, sepse ishim njohur vetëm ditën dhe asnjëherë nuk ishim parë natën, po ja ku erdhi e premtja, sa është ora? 22 e diçka, sa unë nuk e kam plus minus orën. E kam në varësi të Vatos Ristos. Ora ime është në programacion. E përshëndesim Tosin, është i mirë shumë, i butë. Është si urtë e butë. Si pasta. E kam parë për shembull, kë kam me Mirelën te montazhi. Ti e për shembull 2 kg punë me një herë dhe ikën. Tu si pa unë djerë. E ka atë, por në të vërtetë është na do thosha nga ata të paktën që punojnë vërtet në Vizion Plus për. Jo, se janë shumë të ata që punojnë. Bëj shaka. Për Vatosin jemi mbledhur sot. Ja se po gjuan Klodi me mikrofona, Klodi përmbau dhe ju çuna. Sot unë kam derin që të kem 2 ndër ata që rëndom quhen personazhe, por në rastin tuaj jo. Në rastin tuaj prap nuk do të guxoj ato 2 moderator, sepse një moderator unë personalisht mendoj që duhet të rrezatoj më të mirën e vet në mënyrën më etike, në mënyrën më njerëzore të mundshme dhe aq më tepër në orare të caktuara. Është një gjë që unë duke u njohur personalisht di të them që jeni ndër ata njerëz ose moderator ose gazetar ose ti edhe aktor i diplomuar? Jo, ti je regjisor i diplomuar? Jo. Fare, po pse ke qenë diplomuar? Çfarë thua? Po pse diun që ke qenë akademi të arte? Jo, kam shumë talent ndoshta. Me shumë mundësi ky është informacion i dhënë nga plaku regjisori jon, kështu që ka qenë me dasha keqësi të madhe. Gjë që s'ndodh. Nuk e di pse do të ishte dasha, pse ti po thua ke ndonjë gjë kundër plakut regjisorit ton? Asnjëherë, përkundrazi të kanë dashur shumë që të kanë dhënë këtë regjisor, mendoj. Dhe madje aq shumë të kanë dashur sa që na kanë vënë mbi supe gjëra që si kemi. Ka pasuruar CV-n tonë në heshtje. Po, faleminderit, na ka dashur. Pyes veten çfarë ka thënë për mua. Stomatologe apo? Po plaku? Jo, për ty më ka thënë ja 1 sekonda gjykje. Pa hajde një herë. Çfarë? Infermiere. Ke marrua infermieri thon. Pse? S'është vërtet? Do të rrosh staf gastronomi. Ti ke marruar gazetari. Jo, këto i kam regjizori, se informacionin unë e marr nga redaktorja. Po. Ai është kështu i. Po ai është. Ti ke për gazetari. Gazetari. Ti infermieri. Jo, gazetari dhe unë. Edhe ti gazetari. Gazetari 5 vite. Ti keni shkolluar tamam ju për këtë. Çuditërisht po. Wow, po vërtet çuditërisht. Shumë rrallë herë, disa pak janë për televizionet në media. Mendon e ke një fakt të drejtë, në fakt, sepse fakt keqësisht televizioni shqiptar sot u ka dhënë mundësinë disa jo të diplomuarve për gazetari, televizion, aktrim. Pse duhet të jenë pjesë me? Duhet syrjan që ti jesh i diplomuar në fakt që ti jesh moderator një formati? Jo domosdoshmërisht i diplomuar, por me prirje drejt gazetarisë për të bërë gazetari. Se ka shumë qarkullim po thua nga këta që nuk kanë as shkollën, por as prirjen. Po minimalisht ishin studiuar për letërsi, minimalisht. Do thoja unë, tani pastaj dikush mund të mërzitet atje jashtë, po. Shiko, unë nuk kam që të them se kemi qenë 60 veta në 2013 në gazetari dhe punojnë 59 nga ne në media sot. Janë të gjithë që punojnë? Po, gazetar, autor, skenarist, moderator, dhënës lajmesh, kështu që... Ka qenë viti i suksesshëm. Ka qenë 2013, 2016 ka qenë një vit shumë i mirë, kështu që nuk kam gojë të flas, kupton se ata janë media dhe marrëzojnë, thonë gënjeu Alma te Castro. Alma 2016-ën. Ti Syrian kur ke mbaruar? Un jam brezi 2018-2021. 2018-2021. Pra i bie me llogari 21 ti ke mbaruar, po 21 vjeç, të jetë 26-7 vjeç. Jam 25 vjeç dhe kam nisë punë në media që 9 ditë. Mirë që ke me matematikën. Jo, jam shkëlqyer, po i dhash edhe i 2 vjeçar më shumë se mund ta kishte filluar. Jo, Castro, se kur shkoj 27 varet ku jam pastaj na ngatrojnë moshën, më the tash profesionalisht e ka fjalën. Varet ku jam profesionalisht, unë dhe Alma zëm do bëjmë një produksion ndoshta akoma më të madh. Edhe pastaj mburrem, them unë 27. Ti na e ke thënë. Dhe Alma 20
vjeçe e përjetshme. Po presë, unë kam kap numrin 3. Ky produksion, kupton, burremi me këtë. Kjo është ideja. Prandaj Ti se ke kapur 30, ti ke kapur 3. Jam 30. Ke për 30 vjeç. Jam 30 vjeç, edhe nuk më vjen tur. Pare. Unë kam dashur gjithmonë të jem 30 vjeç. Po mos luaj nga 30. Po, të 30 tani aty rrim. E forta është se asnjëri nga ju s'është i martuar. Për të thënë kështu kotë. Zyrtarisht. Si zyrtarisht edhe herë? Në letra. Në letra nuk e martuar, por kështu je martuar. Jemi të dashuruar. Jeni të dashuruar. Jetoni në një shtëpi. Si ishte shumë e bindur kjo? Pra edhe po jetoni dhe s'po jetoni. Është ai rasti o Castro që nuk të kemi thënë përpara për çfarë duhet flasim dhe për çfarë duhet flasim. Edhe po merrem me Syrianin direkt. Po, shko tek Syriani më dëgjon mu dhe pyete se sa mace ka në shtëpi. Syrian do shkoj edhe te ajo, Syrian, plaku më thotë gjithmonë regjizori, ti në gjurmë të ti informacione. Gjithmonë. Më thotë që çfarë? Ke 1 vit e gjysmë bashkëjeton. Jo, plaku, e di që jemi parë shpesh në një lagje të caktuar të Tiranës, por jo, është 1 vit. Nuk është 1 vit e gjysmë. Jo, statusim është beqar, po kam frikë dhe uroj shumë të mos jetë kështu, do jemi beqar i përjetshëm. E vërtet? Po, unë jam që ke zevzek në Berlin. Nuk e di, mendoj që kemi shumë përbashkëta bashkë. Ti ke qenë aventurier, nga një aventurë në tjetrën. Kam qenë. Kështu që uroj shumë të mos jem në hapat e tu, por uroj shumë të jem aventurer i përjetshëm. Jo, ti je në hapat e mia dhe të shef i madh zot. Të patsotit. Po si jo? Po fatkeqësisht, për momentin jam unë dhe Perëndia. Po çfarë bëni ndron kështu shpesh? Jo domosdoshmërisht, jo. Po ti se ke problem që edhe periudha gjata ti je single valla. Jo, unë thjesht nuk pëlqej të zyrtarizoj. Kjo është filozofia ime, nuk zyrtarizoj asgjë. Kalma, ke njohur në një person në jetë që më pak më kështu të afërt? Po jo, vetëm llojin e makinës na ka thënë të gjithëve në vizion, me atë ka marrëdhënie shumë të gjatë. Sa u bëre me makinën që ke? U bë ca. Gjë tjetër nuk na ka treguar asnjëherë. Me makinën tënde. Me makinën, është i dashuruar dhe flet me superlative. Po palese çka bëre, shkujtime ka edhe makinë prandaj. Po ndo. Do ta pyesësh. Tani mund ta themi se dark është, tani mund të themi çfarë? Do që edhe makinë. Po tjetër si jo, i ke harruar ti atë kohë. Makina si e përtoja shumë. Është stres po këmba kështu ashtu, çfarë? Po duhet të kesh makinë të madhe, Castro. Se ti ke makinë të madhe. Po mirë tani, ti po reklamon makinën time apo po më pyet mua? Problem nis po thoj markën, ti ke makinë të madhe apo të vogël? Unë kam një makinë të bollshme për të ekzekutuar çdo gjë që akt seksual po thua. Ti ke ekzekutuar një akt seksual. Ti po vlet për akt seksual, po s'është dashuri ajo, s'është vetëm dashuri. Aty mund të shkëmbesh një puthje, mund të shkëmbesh një përqafim, mund të shkëmbesh ndoshta një moment më intim. Pra, Syrian, ti nuk e bër asnjëherë dashurinë makinë. Kam bërë seks në makinë, si jo. Është noi Viviani këtë. Kjo është konkurrencë sociale. Po, është normale, nuk kush ka makinë dhe s'ka bërë seks në makinë, ma thuaj, a ekziston një person, domethënë. Unë do t'i të rregulloj dyrë se futem në bagazhe, akoma kam 2 muaj. Kam e vërtet, kam problem këtë gjë. Jo, është e vërtet. Unë ndoshta ka një lezet tjetër Syriansi është, është diçka tjetër. Po, je shumë gusht aty. Edhe kjo gjë që të bën Alma, i kështë parë një në këtë rol në darke këtë zotërinë? Asi kështë parë thunë vetën, kjo është me keqë. Unë nuk e dje që në kolegu kështë. Me shpresë madhe që nga e hëna të ty të fituarit. Kotëson që kursi një njerëzit. Njerëzit i njerë në ushtrinë e migracion dhe të podcast. Jo tani kuptoj pse ka folë ka shumë makinën. Pa sigurisht ti. Jam vërtet i lidhur makinën time për çdo moment. E ke parasysh në një qytet të caktuar, e zëm në qytetin që i rritur unë. Mbaj më një rrugic, ka një kujtim. Një rrugic tjetër, po mbije dhe telefonin, duket për na pjekin. Ku e ke vu telefonin? Ja, këtu, te këmba e kam. Një rrugic lidhet me një kujtim, një rrugic tjetër me një puthje, ndoshta një dashuri një tjetër, ashtu është dhe makina. Shumë gjëra ndodhin në atë makinë, ndoshta shumë histori dashurie ndodhin në atë makinë. Edhe patjetër ti do mendoj çdo çun, se qunta. Hajde, hajde. Ndërton një lidhje të ngushtë me makinën e vet. Duke i dhënë dhe një emër. Ti e ke quajtur me emër makinën tënde? Panda. Panda? Po. Ma kanë quajtur fakt, s'është se kam quajtur. Next. Ua, kjo që nga terapi. Klodi, Vogli dhe një tjetër. Bravo Çuna. Gjithmonë kam ditur talentin tuaj. Falenderoj, bravo. Jeni të papar. Kush ju jep dritë në ditë të zymta? Në kohën që ne jetojmë, të gjithë kanë burime të ndryshme drite. Ty mund të gëzojnë parat, Syrianin mund ta gëzojnë udhëtimet, mua mund të më gëzoj
Po edhe një mesazh i bukur, se jam shumë tradicionale, më falë, jam romantike, po edhe më gëzon dhe një mesazh nga mami, nuk ka romanca, ty po është një mesazh i bukur, dikë e gëzon një rritje në detyrë, dikë e gëzon një shtëpi e re, dikë e gëzon fundosja e dikujt, pra secili ka një burim të vetin. E rëndësishme është ta kemi një burim pa i bërë keq tjetrit. Këtë do thosha unë, mos t'i bëjmë dëm kujt. Flet bukur, artikuluar, ne. Prandaj më morën punë. Prandaj të morën punë. Prandaj morën punë, u bëra një 8 vite Ka sigurisht gazetari pra ka surat. Ti je rasti rrallë, si të ka marrë punë, domethënë që dike gjithë ato gjëra. Me thënë të vërtetën, sa herë që i kthehem pas në kohë, kuptoj që më ka marrën punë se bëj punën. Nuk është se kam arsye të tjera. Pas ke diçka, ë? Po, 8 vite që bëj punën time. Plotson. Kur e mendon. Është në rregull, është korrekt. Po, unë hyj tek ata njerëzit që punojnë. E dini e ti? Pra, e ke dëgjuar. E tjerëve ti. Pasër nuk të përgjigjem dot me një gjë sjellje konkrete, send konkret. Kam kuptuar që unë përgjithësia njeri i lumtur. Dhe e them prej vërtet. Me vërtet? Nuk e di, është buron, se nga buron, nuk e di, do e gjej ndoshta me vitet, por unë zgjohem i lumtur. A ma prish doj trafik, a ndoj një semafor i kuq, a ndoj koleg, doj kolege, doj komshi, humorin edhe ndot, se human jam edhe unë qak, rjedh në venat e mija. Por në vërtet, prej vërteti, unë jam njëri që zgjohem i lumtur. Edhe kur jam pa gjumë, edhe kur jam i lodhur, edhe kur më është përzitur diçka, më ka mërzitur diçka, unë zgjohem vërtet. Kush të mërzit në Vision Plus? Jo. Këtu, jo se nuk guxoj të përgjigjem, po nuk kam çfarë të përgjigjem. Sepse je shumë i lumtur. Jam vërtet i lumtur dhe mendoj që kushdo edhe ti. Kur jam dhe unë? Kur e kështë dëgjuar ti? Kur jam dhe unë i lumtur Vision Plus. 1 i lumtur, 2 i lumtur, 3 i lumtur, Fatosi që përmendëm po i lumtur, edhe Landi në regji është shumë i lumtur. Kush është i lumtur? Vivian. Kur redaktoria jote ishte shumë i lumtur. E lumtur, ja. Po që kemi gjithë lumtur në Vizion. Edhe thon fakt që Vizioni është vendi i vetëm ku televizioni vetëm ku njerëzit janë të lumtur. Dhe kjo është e vërtet për desha kas. Është e vërtet. Edhe un kam shtektuar dhe dita them këtë gjë. Jemi ca zogjër ne. Jemi ca zogjë shtektar, po ditën ku ndaluam. Kush ju zhvesh nga rrobat e ditës? Vet presor. Pse ty kush të zhvesh? Mua. Vetmi? Po. Nga rrobat e ditës. Po ty kush të zhvesh? Nga të ditës. Makina. Veto kastër vet. Pas emisionit, se ne kemi garderob, një dollap, ndrohemi. Zhvishemi vet, pastaj zhvishemi prap për të veshur të nesërme. Viviani që shkruan skenaret mendoj si ka qenë për te. Pas ka qenë shumë e thellë. Ka qenë pak më shumë, ë? Pra, ti na bërë një pyetje për statusin ton aktual. Të thamë sa të dashuruar jemi me... Që kjo bie thuaj pa automatikisht. Viviana është i parë. Është i kapshëm. Je i fare i kapshëm, je kështu. Po, ta marrë si kompliment. Po sigurisht po ju më është kompliment. Vjen keq që ti ke kështu këto në jetën Shkodran. Unë të dia përmetar ti më. Vision Plus, si me sa di unë, për moderator ka një përmetare. Përmetare. Që është Bruna. Që e përshëndes. Po e merr qarku. Po, qarku e merr. Ke qenë ti në grykën e Kolcyrës? Po si s'kam qenë, kam lënë grykun pa shkuar. Ashtu, ha? Je të bërtojmë gjithë çfarë, jam i ri hikingut. Dhe të pëlqen, e kuptuam. Po patjetër. Shumë mirë bën, secili duhet të zauroj këto pasione, se pastaj nuk jetoj. Syrian. Bravo, faleminderit për dorë kitjet që nuk i ngjoj kurrë asnjëri. Wow. Em kishin thënë që do të vjetë ky program. Çfarë është për janë tjetër? Po pastaj do e lësh atë, siç bëjmë unë Alma, e lëm skaletën dhe pastaj do pyesësh ti. Po të gjithkohës më. Po, është kohës më, se ti mendon që këto ishin pyetje këtu? Jo, nuk e di shoh. Ja, ma ja. Ti mendon që rri Viviani me vërtet pa gjumë. Më thënë, për shembull, ky skenar mua më ka ardhur sot në orën 3:30 diçka të mëngjesit. Jo, të rap aty. Të betohem, se ndoshta nuk ku e ke Viviani. Urdhë skenari. Po ç'po bëje ti nator? 03:36. Unë vjet atje që në 9:30. Vjet nxuri gjumë me çunit. Ka parë orari kur kam rritur mesazh, jo se është përgjigjur na. Unë doja të flija më një herë në fakt sa mbaroi emisionin juaj. Marash shpirti. Aty në orën 1. Aty në orën 1. Mbaruam ne dhe ti mbaroi. Është shqyrë me sukses edhe sot. Por e shpiva dhe ca ditë. Kujtja dedikoni ju mes... Qa mesin? Dritën. Mes natën. Mes natën? Po pse s'na ka pyetur askush për mes ditën?
Po që do ju kemi çdo ditë aty na hëna prende në ora 10 në orën 13 çdo ditë në Vision Plus. Me Zyrianin me Almën. Ka të drejtë Castro në fakt. Po, për atë që s'di do pyes. Mesin e ditës flas, mesin e natës pastaj pasioneve. Epshit, ndoshta. Mendoj që. Ti çfarë bën natën, shoh story, Ti çfarë story nxjerr? Publik dashur serën. Para ta dishë një kapele kështu. Bambumet e pranueshme për rrjetet sociale edhe mund t'i postoj. Ato pa pranueshme pastaj si Dias Castro, si Dias kush. Se je sekret kështu, ë? Pa pëlqen të jetë shumë sekret. Po, nuk më dhe përgjigje prap. Pasionet, kjo ishte. Pasionet ty të maj. Epshe, ta thash më shumë se. Epshe. Ky që periudhë ndërzimi. Dhe burri ka periudha syrian të betojnë se punë mace dhe se ka patur mace Castro dhe e di shumë mirë se çfarë ndodh. Ti ke mace dhe qeni, ke dhe bubin, pisikën. Po si je njeriu i vetëm në Shqipëri më burr që si lodh fare për emrat e bubit dhe pisikës. Ktheve kokën këtej, ja vendose bubi. Ktheve kokën këtej, pisika. Çfarë mendove? Unë mbaj traditë. Që është? Tradita e para 90-s. Edhe pisika bubi. Ka që një standard. Gjitha i qeni bukur bubi. Do qenë e ka emrin bubi. Jo, e ke gabim. Kujtes tani sa i po ju sheh edhe. Edhe ka ndjenja. Tani, unë se pyete për mesnatën. Sigurisht. Dhe unë kam një ves. Qa bëgë me mesnatës më gjanë? Aha. Si doli që. Dhe sigurohem që mezi i natës gjithmonë të më zërë duke parë filma. E di pse? Se kam një quote që duhet të arri, shumë më shumë se sa 200-300 filma në vit. Jam një sinefile problematike në vit, minimum, ja? Ç'mund të shoh unë? Çfarë lloj zhanri kryesisht? Gjithçka të mundshme që nis nga jam më mendja për keq gjithë. Gjithçka që nis nga Kinemash dhe ajo që vajti ti mendje në çdo rast. Po, e lëm atëm janë. Po. Ne flasim për se Quentin Tarantino nuk ka bërë kështu filmash për shembull. E nisim nga aty edhe skena, po jo filmat. Edhe gjithçka që prodhohet se nuk jam nga këto skeptike që them, se është film limonadë dhe nuk e shoh. Ja, në shikim edhe filmave limonadë. Se di çfarë do thuash ti, ku i gjen këta filma kaq të mirë, kaq shumë në numër. Shoh gjithçka që prodhohet, por jam edhe selektive pasi se çfarë më pëlqen mua. Këto filmat e rinj në Shqipëri, jo më shumë mirë fakt. Jo, nuk i shoh. Nuk i shoh, mos të gënjej, nuk i shoh. Nuk e di syri shumë mirë, më ka ftuar disa herë për të thënë kinema për të parë një. Promovimet e filmave të rinj të bërë nga rinj. Jo, promovim nuk më ka thënë, por më ka thënë për të parë një kinema duke paguar biletën. Dhe ti ke ja paguar. Jo, shtuni gjithmonë i qeras. Po. Ashtu ë. Një kafe në Vision Plus ma ke paguar një kafe. E vërtet është kjo? Kurdo? Sa herë u vi, ti në kafe me njerëz të tjerë. Për të mos përmendë emra. Është tendencioz. Ashtu ka qelluar mor buri dhe. Ashtu ka qelluar. Po ka mund kështu lloj pa mirë më për ditë çfarë bëj tani. Do ju shoh në ditën në vijim çdo bëni. Shtypja në shkëndi që të pëlqen. Është ajo. Po Castro pasti se ke paguar një kafe ti. Është e vërtetë edhe kjo. Vivian, një dobje whisky syrianit. Ai një kafe të shkurtër për mua. Do tani. Po tani. Do me vërtet. Po vërtet. Pike merja vinit. Nuk ka problem. Okej. Se pastaj them broçklla. Si do të them. Te kush ankoheni për njëri tjetrin? Te njëri tjetri. Te njëri tjetri. Po, e kemi zgjidhur në këtë lloj forme. Edhe sot jemi grindur Castro me thënë të drejtë. Po, e mendova që duhet ta anullojmë këtë programin, se thash po, nuk zihemi shpesh, po kur zihemi i dukshëm. Edhe tham, e mendova një herë tash duke qenë se jemi zënë sot nuk doja vlente të ta shfaqim këtë sherrin ton, po do që na bëri mirë sherri se erdhëm këtu edhe u çliruat gjithë ato. Po flasim shumë mirë, kështu që ja ankohemi njëri tjetrit. Zihesh me këtë është stres të zihesh me këtë. Ekran të çiren, po të zihesh me këtë. Jo, ja, se ashtu duket. Ashtu duket. Ke të çiren, Atë më një mjaftueshëm, bravo qoftë, shumë. Më mirë mos u zi fare. Më mirë mos zihesh më. Po të futesh në gojtate. Jo, aty rri. Gojra paç. A jeni dashuruar e kaluan? E iku dhe kjo pjesë. Vivian të tash, ca pyetje të ranë. Po, të ranë. Jemi në të poshtër se ti je shumë e talentuar. I shumë e mirë. E po është momenti. Po jo pa ndjekur sikletën. A bukur. Plaku vet, kujdese që të vendosë sikletën dhe ne rikthehemi këtu në podcast.
Paca sigër e bukur që kam. Fantastike. Gjetje. Është punuar shumë. Jeni mund. Po pse ka të qeshurën sot? S'ka dalë, dalë. Si që po të gjitha ata që po na shohin dhe janë këtyre në Vision Plus në 22. Sa pas ka shkuar. Jemi në momentin e rubrikës Bishti Dhelpërës, pra tashmë ju e dini që kush fiton çdo përgjigje saktë është 2 pikë, fituesi shpallet me 11 pikë dhe ai që fiton një bisht Dhelpër të krehur nga Wow. e mbajtur fort për 9 vite kusur nga një familje voskopojane në një bufe 9.000 lekë. Wow. Po. Pra, Super duhet jeni të vëmendshëm. Ornament. Bishti Dhelpërës nuk e di se çfarë seksi, a është Dhelpër burr apo grua këtë radhë, Po Dhelpër mbetet. kur thua. Faleminderit Alma, u si jeni, tishin. Pra me kujdes. Vakansiera të tjerë son. S'është e vërtet. Vërtet? S'është e vërtet. Prandaj po rrini kështu ju të vledhur. Çurat e Jo, pandit, mor, ne po mundohemi të shikojmë a do fitojmë bishtin e Dhelpërës. Ua, nuk të qeshi buza një herë me Vivian. Si e treguar i mirë sa duhet me të. Takojni, flisni ju me një. Jo, fare sot u takuam gjatë për herë. Por i kuptove shumë gjëra në sytë e saj. Por i shoh sytë e saj, më thon shumë. Nëse një fjalë ju ndjek gjithë ditën, cila fjalë do të ishte? Alma? Mes drit. Që kur nisëm mes drit dhe mes drit na thon. Mes drit, Ashka mes me drit, dorë mes do të drit. një rritet grota, ajo roga. Unë jam shumë e lumtur me rrogën time. Me rrogën që ke? Po. Tallesh? Po. Jo, Ti thua që si je apo si? jam e lumtur. Je lumtur me rrogën që ke. Do t'i themi ta ulim pak? Jo. Se për çfarë erdha unë të dul rrogën? Është S'ma ta kush e kam paket. po ti si janë sa i lumtur je me rrogën? Shumë i lumtur. Edhe ti shumë i lumtur. E shes sa mirë jemi. Si do zoti. Ishte i lumtur. Çfarë janë këta gjithë Tash pra unë lumtur? zgjohem i lumtur. Edhe sigurt ta kishte 2-300.000 lekë rrogën? Ç'do bënde me ato lekë pash zotin? zotin. Numrat. Nuk po ju pyesa merrni. Jo, më mirë mos e bëj. Çfarë do të përgjigje? Plaku më thotë regjia. Okej, përgjigje sakt. Jemi 2-0. Faleminderit. Bishti Dhelpërës është këtu. Si bie 11 pikë ishte? 11 fiton. 11 fit. Kush i bën i pari 11 pikë? Okay. Me 2 pikë secila. Da. Je pranë, do më ishte pranë logjikës. Bravo, po nuk po e kalon dot. Pra, je i pari që është afruar, ë? Në gjithë to net. Nëse do të zgjoheshit nesër si një sen, cili sen do të ishit? Pse? Ku, pse, qysh, urdo? Do isha një luk. Lug. Ti futesh gjithë goj pa goj, vend pa vend? Fakt, edhe si një jo luk që jam, kam kuptuar që jam në gojë të secilit. Nuk e di pse. Nuk e di pse ç'kan me mua. Her pas here ngre pyetje në vetes të të tjerëve. Nuk po ke vizion apo kështu në përgjithshme? Ore ç'ke ti vizion thot apo një jetë përgjithshme. Dhe jeta përgjithshme është dhe vizion, dhe vizioni është dhe jetë përgjithshme, më thet tash. E gjej veten në gojë të tjerëve. Kaq. Ti Alma? Lug jo njerë. Kjo është e sigurt. Po hajt mo do isha një televizor? Do ishte i Po televizor. të më shifnin, se më shofin. Marrin përgjigjen e saktë. Po. Fiton Syriani. O, bukur. 2-2. Bishti Dhelpërës s'kom prandej. 2-2. Po ja ndjej erën bishti Dhelpërës. Është perfekt. Kush Bishti Dhelpër? Ka marr aromën e oxhakut të familjes Novoskopoj. E kre Viviane gjithmonë. Heq ato. Po edhe ju me bishti Dhelpër. Do të vishte me drita dhe një Po vjen keq Syrian që paragjykon tash në javën e 200 emrin e rubrikës, është Bishti Dhelpër tash. Vjen keq. Bishti Dhelpërës. Pastërmat, ishte një gjë që vërtet na shërben. Vtiske për pastërman dhe groshën në shejtano. Groshën jo, po pastërman po. Ke probleme me koliti me gjëra? Jo fare. Shëndet plot. Hemoroide këto? Jo. Fare si kokramollës. Shqyr. Dhe zorra varet çdo gjë. Ha çdo ditë te Florenca ai do jetë yll. Uve përshëndetje. Kush? Zorra. Zorra. Është e vërtet. Gati shpesh edhe truri i parë. Ka raste. Ka raste. Nëse i qeshura do të ishte ndaluar për 24 orë, po m'doli dhe pak pështym. Kush do i shkelte rregullin i parë? Unë me qeshun kam një marrëdhënie shumë të komplikuar, kam qeshur shumë herë në program dhe kur nuk duhet qeshja, kështu që unë Ti s'para qesh kështu gjatë ditës. Ua, po se s'më nxjerrin në kamera. Kemi një regjisor fantastik që kujdesen mos të Po keni regjisorin? Raldin. Kujdeset që mos na dëmtohet imazhi, po kemi qeshur vende pa vend, kemi qeshur. Përshëndesim dhe Raldin. E përshëndesim, po, se është një djalë fantastik.
Pra Eraldi dhe Plaku janë kështu rivaliteti fort. Jo, përkundrazi, unë di që Landin e ka patur mentor deri diku, nëse kam drejt Landi le të ma thot, po Meraldin është Eraldi. Land mentor Gjemali. Po pra ku e mendon. Po Eraldi është rasti që nxënësi kalon në mësuesin. Për shaka të dy shumë të mirë. Po pra, erdhe prapë të qeshurat. Fitove, 4-2. 4-2. Ishti dhe vjen për këtej. 4-2. Nëse një orë ecën mbrapsh, abonohemi apo fitojmë kohë? Syrian? Po varet ku do shkosh, cili është destinacioni, çfarë shqy. Wow, sa e bukur që të shish gjithë fitu, falma? Fitojmë kohë. Përgjigje saktë Syriani. O, vajtë parazi. Bishti dhe il për shkoj. Alma do t'jesh e vëndon, do t'jesh e shpesh. Që të bëjmë pa bisht dhe il pre? Po dalemi se jemi 4-4 rende. Mirë. Po e morja i yni është. Projektohe. Po mimi fundja një bisht ndahet në gjysë. Do ta gjejmë një formë. Bëni 3 ditë, njëri 3 ditë tjetër, një ditë lërë. Jo, do ta vendosim tek ai kandidatimi, do japim Florencës. Do jetë një bisht në Florencës? Po. Fund fare? Po. E mirë. Ta kanë dhënë ti ndonjëherë? Bishtin mua? Unë kisha 12 copë, unë bëj shpërndaj, kisha për vete tash i bëja atë tjerë. Ore zotri, jemi në popullin që bishtin e kanë vlerësuar. Është e vërtetë edhe kjo. Bishtin ja çojmë mikut. Alma, më bukur se ka që ti çfarë? Jo, nuk bëhet, e di. Kush më mban llogarit sa jemi? 4-4. 4-4. Po. Po si 4-4? Unë s'tash tash kush fitoi. Përgjigje saktë themo. Ku ta thash Ata ti? përgjigje saktë. Po. Po jemi 6-4 pra. Jo, 4-4. Si 6-4, si 6-4. 6-4 për ty, ore, po gjishin apo jo? Jo, unë dua fair play, jemi 4-4. Le të gjykoj populli. Le të gjykoj Po sovran. Toni 0. Nëse zëri juaj do të ishte një kafshë, çfarë zhurmë do të bëni? Alma të lutem. Alma. Afro të mikrofoni se ke punuar në radio, më vjen keq të nervoj. Miau. Miau. Mace pra mace, felin. Qartë me mora vesh. A ke mace ti? Miau. Kam. Miau, ti miau. Kshu jam ku jam në shtëpi, se ku jam punë. Unë do isha një gorilla. Duhet pak lutem si do bënte gorilla? Ja, duhet bëjmë një gorilla. Përgjigje saktë. Do të ndal leshi. Përgjigje saktë. Unë bëra si pisika për një pikë. 6-6. Po bëhet sfida më intense se kur. Po. Florenca Bugatti për bishtin. Po Florenca, Do bësh me bisht Florenca. Florenca, Po pse shikoni bishtin si që të keqë, ose unë vi nga familje gjatarësh, bishti, më fal, unë vi nga familje gjatarësh, bishti është që ti ke quar në shtëpi një bisht delbrek, po, se nuk lejohet të gjuash, po dikur, flasim në 2000. Pse me vërtet ka dalë ditë babi kështu gjë e tij, gjëra. Babi ka vijuar të gjuaj deri ku është lejuar, diku ande nga Vlora, po. Me mos ty kot se edhe dilte ai edhe kështu pa Po deri ku është lejuar, pra. Çafka për kështu. Për çafka, për shapka, për lepuj, për terra. Ata se kështu ju thoshte ju shtëpi, po s'dije se ku shkonte babi. Po e lëm këtë muhabet. Ai e di. Edhe mirë ka bërë edhe nëse. Po ç'keti? Po jo mi s'ka pasur. Mirë ka bërë. Përshëndet shumë. Unë ta përshëndet. Po bëje. Nëse realiteti lag, kush e fshin? U pa dekodojnë kokë. Nëse realiteti Lag. Kush e fshin? Po ne më e fshim, kush ta fshi? Kjo është përgjigja jote, Syrian. Po ne mi delu lupo hosesimin. Një shoqe. Qatë them ne bashkë me shoqërinë, qatë. E mbajti bishtin për vete. Ore, nëse realiteti lag, kush e fshin. Po. Ne mërë ne, kuna vjen realiteti kështu. Fshin vetë. Ashtu për Lërë të informohem se kush fiton. Po, zërat e tu çfarë thonë? Çfarë thot ky më çfarë thon Arditje Breja më thot ky mua në kufje.
Yazëk. Castro, po. Nuk konkuron fare Arditi. Po, ti nuk kalon finale, Castro, jo. Ti po imiton Arditin. Patë ti prej kjo eksperiencave. Me kë, me Arditin. Me festivale për shqizim. Kam patur, është mira e rikëqia. Ka patur të një rast Castro, që s'ke kaluar në finale. Në këngë magjike. Jo në këngë magjike, po në Shumë të përgjithshme. Ka qenë një herë, po, me këngën asaj, që unë e kam njëna këngën do të mira, kur ishte Vera Gra Pet Kocka, regjizore, nuk më qoj as finale. As në finale. Përshëndes, Vera Pet Kocka është një gost tjetër nga Pogradeci. Pra të gjithë mendojnë sikur është ajo, por në fakt Por është nuk tjetër. është. Jo. Okej. Kureshtje e kisha, s'kam pyet. Përgjigja e saktë në fakt nuk ishte e asnjërit për ju. Okej. Marim pik. Kështu që jeni 6-6 ende. Bukur. A është kjo pyetje e panevojshme? Po. Me pa nevojshme totalisht. Alma, Syrian, Jo. përgjigja e saktë është jemi 8-6. Kujdes se po bëhet loja. Bishti shkon në shtëpi. Jemi 8-6. Do të përdorës një aksesor, zënë qaf. Po mendoj se do duket Florenca me një bish del pre. Në fakt, Të Ta shkëlqente. marrën qaf thotë. Çfarë ngjyrë është bishti del pres? Çfarë ngjyrë është mi? po portokalli. Kështu si te bezha. Portokalli duhet jetë. Sytë e Florencës si janë, i ke parë ti? Jo. Marr ju. Si ke parë sytë Florencës ti? Pace. Tash si kam parë sy Florencës, më fal, tash pse kam parë? Janë gështenje në uthull. Ashtu ë? Po. E po të ndrosh bisht. Do t'japin një bisht tjetër. Të vërtet. Pak në portokalli. Okej. Pa lart, pa Festa. Lëre se e la fare programin, ecim, e të shmondëm dhe vjen. Janë më me dhel për. Janë me ato që ha pulët. kush më bë? Ka një emër pas ditate. Nuselal. Bunadhe mund tjetë? Ose Nuselal. 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 Nuselal e ka qenë mami im raftet pas, sepse Xhelal Plaku ai Nuselalit. Oh! Marte Mira Castro, ecim. Ecim e panevojshme. Mirë që është dark. Mirë që Po, është. shqyqyr që kanë fjetur të shtëpisë. Nëse njëri ti vjen për të shtirë. Ku shtot plaç? Regjizor, jo. Nuk thot asnjëri. E di pse? Sepse po të thoshte të paktën njëri prej nesh, nuk do bënim 3 vite rrugtim. Dhe kjo është një përgjigje saktë. Ndërpritet shpejt. Me të parin mbyllet, do mbyllim emisionin, do thoshte dikush, e pastaj i ndan rrugët. Por fatmirësisht si kemi thënë asnjëri, njëri tjetri plak. 8-8. Po, jemi 8-8. Kështu që kujdes. Pra i Kujdes. themi shëndet dhe po bëjmë vitin e tretë, po e mbyllim vitin e tretë bashkë. Ju të dy nuk bëheni kur, është orari perfekt, është mënyra juaj, është vibe juaj, i jashtëzakonisht shumë i mirë dhe shumë pozitiv për te gjithë humorit. Të lumt goja dhe shqyqyr që e thua, se s'para ndodh mes kolegëve Jo. kjo. Shqyqyr që e thua. Po çfarë thoni kaç? Ta, Kush ishte ky? laku ishte ky. Ai është Ah, zëri, ai është nuk e zëri besoj unë. Zotit. Nuk e besoj unë. Voice of God. E ka një film shumë të mirë dhe për zërin e Zotit, ecim. kush është ky? Ai me Morgan Freeman pra që është zëri i Zotit. Po, po. Kush me Morgan Freeman është ky me këtë Karajozin, me Jim Carrey. Po është zëri i Zotit. Po Karajozin. Karajgjozi, ai është. Po, ai është fantastik e jashtëzakonshëm. filozofia Pra jo, tashmë. dhe për t'ju referuar. Po. Nëse do të telefononit njëri tjetrin te telefoni Brunildës, çfarë mesazhi do t'i jepnit? Telefoni Brunildës ama. Po, ta i- Jona, ai me alo. kordon. Po, Po. po. Brunilda është kështu në atë moment. Ka një telefonat. Kush është pas? Brunilda të duam shumë, po bëjmë shaka. përqafojmë, Bruna. Përqafojmë se Syriani ka kaluar atë fazë. Unë ndoshta do mbi ditë atje Është tek ajo telefonat e telefonata. bukur, ë? Kishte ndej përballë mikrofonit do ishte akoma më Xhan, bukur, ë? po, po. Unë do i thoja Syriani, se nuk më pyeti njëri kur ishte Syriani atje, kështu që Syriani mund ta bëj kur ti e mund tek Brunilda. Syriani do ishte mirë ti paguhet ndonjëherë kafet. Sa rren. Që ke naci madh më. Ja fut kot, mor. Ja fut kot. Ka marrë në punë. E 20.000 lek. Dhe kam 3.000 lek. Kam çantën Po dikuat. ç'bore me gjithë ato për. Po. Për 37.000 Jam lekë. zemër Po pra, gjërë. nuk e di Jam çka zemër bër, gjërë. mos Paguaj më ka kafe. paguar asgjë. Prit se foli për kafe, po ato dreka, po ato. S'është e vërtet. S'është e vërtet. Pra ti te Isidori dhe te Hermesi nuk je me listë. Jo. Vashë se Jo, ne se ishim jo, pa- s'ka gjë të keqe, por jo s'është rasti këtij. Ti je me listë. Jo.
As rasti im s'është. Unë isha me listë. Punë madhe s'ka fort. Problem. Të doli rroga dhe e pagove. Pagove si të gjithë. Apo jo, si pagove as tani. Ka dhe një shprehje në qoftë se e ke lexuar. Respekt gjithkujt, veresia s'kujt. Po, e ka bërë me dorën e tij. Ai I kanë, janë të dy çunat na Lushnja dhe gjithaj pellu aty unë i dua shumë. Përshëndetje. Hambari i Shqipërisë, Lushnja. Hambari i Shqipërisë. Po, mos e thoj me tendencat poshtra aty. Se thash, e kisha për mirë. E the. Po se them unë në një televizion ku ka goxha nga Lushnja, nuk guxoj ta them këtë gjë. Por është vërtet Vision Plus ka shumë lushjar më për Po, shumë jugor më bu. Po, ç'ke me jugorën ti more? Ç'ke me jugorën? Jo, nuk kam asgjë me jugun, përkundër, unë jam i dashuruar marrëzisht me jugun. Kam blerë 100 peka gjithë ato periudhë më për. Ka gjasa, po puna është se nganjëherë më mungon një valle tropoje, më mungon një valle kuksi, as në mbrëmjet e punës nuk i dëgjoj. Jo vetëm Jemi juglindje, kryesisht hajde det tek Shqipëria e mesme, pak kemi bërë përjashtim me Syrianin. Veri pastaj, jo vetëm nuk kanë përgjithësi. Nuk kanë visioni, po mediat përgjithësi nuk kanë. Kanë përshtypjen na paragjykojnë një periudhë. Ke gabim më burr. Ke gabim. Po jo më burr. Si duket këta që kanë më talentuar, këta që po punokan, edhe rastisht që luan jugu. Jo, puna është këtë shife shkrujt një. Ora vesh ta brasa. Sa gjatë është më burr, jeni të dy shumë gjatë. Sa bëni të dy jeni mbi 4 metër. Të dy bashk? Afër. Po, afër 4 metër. 3 metër e 80. Djali ka shtëpi mbi 380, dhe isha kurioz ta shifja të masja me ju dhe jo me metër. Mbi 380 që ka pasur video. Nuk ka pas ka bërë fare mure gipsi. Vret mendin ajo, di çfarë shtëpi të madhe ka. Për fatin e çuditshëm të mirë të keq nuk mund ta gjykoj dot, jemi 10 me 10. Kështu që vendosni, ose nuk do të ketë askush, asnjëri për jush nuk do të ketë bishën e dhelpërës, ose më lini që t'ju bëj pyetjen finale. Bëj pyetjen finale. Bëje. Po thjesht jam kështar për pyetje. Jo për bishtin e dhelpërës se si. Bishtin e dhelpërës e mori Florenca për atë punë. Si hyj në punë. Po shkoj këtu te seksioni i pyetjeve me spec. Me spec. Kam parë një biçi formati pyetje me spec edhe jetë edhe i spec. Për ta Jo ti s'paske, kështu gjëra është pa nevojshme këtu. Dhe ti kështu i thua. Mendoja se pa nevojshme. Jam entuziast për atë. Një pyetje me spec për spec. Jo, këtë e kam për dekor, nuk do përdoret fare. Vërtet? Ora kot kjo është në ngjyrë. Po vajti vonë për se po shkon gati ora 11. Po mirë mos i duash atë. Si duash mos ne nuk ti i zoti shtëpisë o Castro, po ecim. Pyetja finale për të fituar bishtin e dhelpërës tu në podcastin në Vision Plus. A ka bërë Ederama Botox? Alba? Jo. Balli me disa shtresa. Ai mund kujdes, ai mund të bëj Botox edhe shtresat për t'i rritur të Do të thelloj rrudha tua ti, të duket si moçëm, s'ma merr mendja. S'ka bër Botox. Se ky tha a ka bër Edi Rama, praktikisht përdori të pakryer. A ka sot Rama Botox, nuk ma marr mendja. A ka bër gjën i ri, mendoj që po. Fitues me të gjithë drejtat. Ka bërë thua? Edhe unë tani më rëvesh. Ai fitoi 2 pikë në fundit dhe automatikisht i shkoi 11 pikë. E fitoi. Bishtin, faleminderit Edi. O Edi Rama! O Edi Rama! Sa ti duhet Edi Ramës? Do i thoja se pash një intervistë që kishte bërë me atë që na përfaqësoi në Eurovision, kur fitoi Castroja festivalin Aman rritën i buxhetin e përfaqësimit. Ja, nuk shkoj më te. Nuk shkon më? Mos e rrit. Jo, më burr, ti e përshëndet pëlqeu Shkodrani jo ti fitoi? Çto Shkodran më pëlqen tani? Kurse unë Me që se thoni Jugoret, pa them unë Shkodrani i vetëm i. Jo, i talentuar, ai është shumë i talentuar shumë. Jashtëzakonisht. Edhe unë sado që nuk fitova unë prap si shqiptar do ta mbështes. Patjetër. Alici është fantastik, unë ja di si artist vokal. Ma nuk më pëlqen gjithë mënyra aty. S'do shkosh më ti, e ndave. Nuk është faji Alici tani. Nuk është faji Alici për shkak. Jo, si lloj faji, patjetër. Unë mendoj që ne do të rrini me orë të tëra, por kjo është klishe. Po zhvendos. Duhet ikim tani? Po zhvendos pas nesh. Ishte ndonjë ftuar tjetër, ishte Castro. Ishte. Sa unë ngrohem tani dhe tani jemi gati përgjigjemi gjithçka. Po Castro, po të kemi marrë 4 herë Castro, tani duhet ta Duam trim. Plaku shtyje, zjate, bëj diçka. Tosi, tolerancë sonte, do flasim. Ju falenderoj shumë pafundit e jemi korridore të Vision Plus. Ju shpreh gjatë gjithë kohës atë sa shumë, nuk do të thosha sa shumë ju dua, që tash nuk është se ju dua dhaj shumë.
E pra. Por sa shumë ju vlerësoj. Dhe Castro ti je shumë i rrallë, që e thua këtë gjë. Është shumë e bukur. Jam shumë i rrallë që unë të them këtë gjë. Ndër njerëz të tjerë, kolegë të tjerë që shumë gabime kanë. Shumë gabime, edhe unë jam shumë serioze këtë gjë. Përgjigje di që jemi limite, përgjigja më fal. Pse? S'është kaq e vështirë, ndoshta midis kolegëve të thuhet një fjalë. Ja për shembull, Endriku, ndoshta një koleg, ai ka super z, ja thot Endriki. Por ai ja thot, sepse ai e di funksionon në muzikë, sepse ju jeni shumë të mirë. Sepse ai e di se çfarë është. Unë mendoj ata që nuk japin komplimente kanë pasigurira dhe e din se çfarë janë dhe mendoj që e din që janë më të veckël se sa ata që nuk i japin komplimente. Castro, pikët shkojnë për ty. Falenderoj. Po ma bëri dhurat këtu mua byshën e del mos ta marr, ka fusë. Ishtin e del pros paket për sezonin e ardhshëm. Ja pra dhe zgjidhja ju dha. Neve kalojmë në bandën më të mirë sot për sot në Ballkanin Juglindo perëndimor, në fakt, të na shive çfarë çunash. Mos i jep të lutem në plan plaku, faleminderit. Ndjekim një këngë. Publicitet e rikthehemi këtu në podcast.